që duat të ikit të vdes me nder, nuk duat të vdesin njëri të torturuar. Por ai mendon se ka 800.000 vota. Unë dhe këtë analizë mund ta bëj, po mbasi se kemi mundësinë ta bëj, ndoshta një herë tjetër kur të vinë në studio do ta bëj analizën që nuk i ka Edi Rama me shifra. Jo bëj në tavolinë se unë jam ekonomiste, jam statisticiene. Dhe ju them me vota, me numra, që Edi Rama nuk i ka 800.000 vota. Kështu duhet i vi turp Edi Ramos të përmend sot 800.000 vota. Në rastin në Tiranë i dalin 100.000 veta, siç ka dalë një herë, në mos më shumë, po them minimumin 100, do thotë që Edi Rama nuk ka në Tiranë 230.000 vota në qarkun e Tiranës që ka marrë në 2025. Apo ja, me logjikë të thjeshtë, sepse 60.000 veta i ka administrat në Tiranë, të cilët nuk mund të dalin në protestë, dhe unë kam drejt të shtoj ato 60.000 veta, pra në shesh kanë qenë 160.000 veta. Me kë flet ky njeri që ky ka 860.000 vota në Shqipëri? Si ka? Se Kuksiani nuk mund të vi. As njeriu nga Bora nuk mund të vi. As nga Kakavaja nuk mund të vi. Ku i ka ky? 160.000 vetë në rrugë, në atje, dhe më thot mua kam 230.000 vota në Tiranë, si ka? Kupton normal që llogaria është shumë e thjeshtë. Edi Rama duhet të të bestohet. Duhet i vi turp të thot un kam 860.000 vota. Dhe kjo është keqardhja më e madhe që ka mund ndaj qeverive shqiptare në përgjithësi, se kanë vetëm Edi Rama. Edi Rama është produkt i kësaj fryme, i kësaj shkolle, nuk po e gjykoj atë personalisht, megjithëse ai bëri zullumin më të madh. Po un po flas si shkollë politike. Ta vinë në pushtet dhe ta harrojnë që aty janë vasal, nuk janë sovran. Këta ngatrojnë rolet kur shkojnë në pushtet. Sovran janë ata shqiptarët atje në protestë. Këta janë vasal dhe duhet të respektojnë vasalitetin dhe sovranitetin midis këto raporte që i ka dhënë kushtetuta. Kaq duhet të kuptojnë këta njerëz nga balla, e që nga Merrall, kush janë ato, Belinda Balluku, e që nga Edi Rama Merrall, edhe ato çupëlinat që na dalin nëpër televizore duke majt moral kot, të vitur për veten e tyre, që të ulin veten deri në këtë nivel, flasin budalliqe. Tashka, ndërkohë, si vlerësoni edhe mënyrën se si është transmetuar në botë kjo protest. Nuk i referohem mediave, absolutisht, por edhe politikës. Për shembull, në prezencë ne kemi patur në protest disa eurodeputet. Por ndërkohë në reagim zyrtar, po them nga parlamenti, nga zyrat e Brukselit, apo nga ndërkombëtarët, se jo domosdoshmërisht i referohem zyrës së parlamentit, po duhet të them ata të cilët shpesh flasin edhe për procesin e integrimit apo figura të rëndësishme politike, nuk ka patur ndonjë reagim deri tani. Po, shiko, Ermal, këto gjëra nuk bëhen kështu më natditës. Apo ja. Pastaj, bota punon me rregulla, punon me ligje, punon me struktura, punon me piramidë, shtetërore. Kështu funksionon bota, se ndryshe pastaj bëhet edhe kaos. A më kupton? Kështu që është shumë shpejt për të dhënë këtë lloj përgjigje, sepse varet edhe nga protesta. Çfarë produkti do të jap protesta? Përveç këtyre gjërave të mira, ka shumë, tash unë si mbaj mend gjitha, po t'isha menduar një çik do t'i kisha nxjerr me radhë, se ka ndodhur shumë gjëra. Ore është hequr frika Ermal. Unë të them drejtën kam qenë një njerëz shumë i dëshpëruar kur jam larguar nga parlamenti. Se më zhdukur vetja një njerëz shumë vetmidhar. Në këtë pikë se kanë folur siç të mos i kthehen tani asaj gjëje. Por këtë gjë, kjo është arsye pse janë bashkuar, sepse them më në fund, shqiptari është i lirë të mos ketë frikë, se në atë vend është krijuar një koncept i frikës, i kontrollit. Prandaj kjo gjë është gjyfitoria më e madhe e kësaj proteste është që shqiptari i lirë më në fund e ka kuptuar që është zoti vetes tij, sovrani vetes tij. Lëre tjera pastaj rezultatet.